Edhe pse Alianca për Shqiptarët u largua fillimisht nga Vleni e më pas edhe nga ekzekutivi, koordinatori i grupit parlamentar të Vlenit të Bekim Qoku në konferencë për media tha se ky koalicion në ditët në vijim do të ketë 10 deputet, ndërsa shpresojnë se do të kenë 11, 12 apo 14 deputet. Ne e kemi njoftuar kryetarin e kuvendit për antarët e këtij grupi dhe kemi kërkuar që ky rikonfigurim i grupit parlamentar të reflektohet edhe në trupat punues përkatës të kuvendit dhe kështu presim që në ditët në vijim ta përmbushim edhe këtë detyrim. Po e shfrytëzoj këtë rast t'ju drejtohem atyre 107.000 votuesve që dhanë votën e tyre për koalicionin Vlen, se ne deputetët këtu vazhdojmë t'i mbetemi besnik marrëveshjes që e kemi bërë me ta në 8 maj 2024 dhe se jemi konsistent e të palëkundur ndaj përcaktimeve programore dhe premtimeve elektorale me të cilat jemi mandatuar për qenë përfaqësuesit e tyre dhe të popullit. A ju bëri thirrje deputetëve tjerë shqiptar, posaçërisht atyre që janë mandatar me koalicionin Vlen, t'i bashkon këtij grupi, edhe për shkak të gjithë kësaj situate të krijuar, Qoku tha se Vleni vazhdon edhe më fuqishëm dhe më i bashkuar. Zëri i tyre nuk vlen kërkund më shumë se sa këtu mes nesh në mesin tonë. Deputeti si përfaqësues është institucion në vete dhe ka autonomin e vendimarrjes. Vlen vazhdon edhe më fuqishëm dhe më i bashkuar duke qenë i bindur se qytetari shqiptar e urren përçarjen dhe e do unitetin. Kujtojmë se Alianca për Shqiptarët e Arben Teravarit kishte 5 deputet, ndërsa më pas Salim Sulejmani dha dorëheqje nga posti i deputetit, të cilin do ta zëvendësoj Valbona Adili Emini, e cila vjen nga radhët e Lëvizjes Besa, pjesë e koalicionit të Vlen.